Vazhdimisht I shohim mbrëmje gjatë ditës, I shohim edhe kur bëhet asgjësimi I tyre në atë kuptim nga shteti Kuvajtit, nga ushtria këtu dhe është një gjendje emocionale jo e mirë, të them drejtën. Shigar, एक फेरे कहाँ गई? Unë në Kuvajt jam që nga shtatori I vitit kaluar, do të thotë, dhe deri tani gjendja ka qenë çdo gjë e mirë. Kohëve të fundit, siç të gjithë jemi dëshmitar, po e shohim se është një gjendje tjetër dhe këtu në Kuvajt ku jam unë, po kemi parë, do të thotë, dhe kemi dëgjuar dhe dëgjojmë çdo ditë, ditën dhe natën, kohë pas kohe, kur ka sulme nga ana e shtetit të Iranit ndaj vendeve fqinjve, përfshirë këtu edhe Kuvajtin ku jemi edhe ne. Është një farë lloj ndjenje e frikës, e panikut, se çfarë do të ndodhë tutje, çfarë do të bëhet, po nuk është gjendje që ka eskalu ashtu jashtë kontrollit. Unë këtu jam me bashkëshortën edhe po, ko pas kohe, sidomos kur filloi, pastaj kur ishte ai sulmi ndaj ambasadës këtu do të shpërthimi, edhe po diskutonin që kjo më gjallë në rikujton atë kohën e bombardimeve në Kosovë, kur ishte ajo kampanja NATO-s që ishte mbi caqet serbe dhe ato shpërthimet, aja ndjenja, frika, emocionet e përzira ma kujtonin kohën e fëmijërisë gjatë kohës luftës Kosovë dhe e diskutonim se si ishte gjendja atëherë dhe ne erdhëm këtu në atë kuptim për të punuar dhe po na ngjan thjesht e njëjta gjë edhe në këtë pjesë të botës, këtë kontinent. Me të thënë drejtën, kështu si në përgjithësi, shteti dhe vendi këtu ku jetojmë është shumë I sigurt dhe është prioritet shumë I lartë siguria e banorëve, si të vendas ashtu edhe banorëve tjerë. Kështu që për mu personalisht dhe familjen time nuk ka ndiku aq shumë, nuk ka pas frikë, nuk ka pas stres, kështu që gjithçka ka shkon ka zhurma e tingush nga të shtënat, raketat e kështu me radhë, por nuk ka diçka të jashtëzakonshme që me pas frikë.